çështja e vazhdimit paraburgimit për treshën e Hagës? Gjithsesi se do ta kisha klasifikuar si një lajm i cili nuk është dashur të dëgjohet, nga se jurisprudenca ndërkombëtare, por edhe ajo vendore, është e qartë në këtë drejtim se kur plotësohen kushtet ligjore, masa e sigurisë duhet të ndrohet. Paraburgimi nuk mund të zgjasë pafundësisht, si në rastin konkret. Ekziston një parim që quhet parimi i proporcionalitetit, e sipas të cilit, atëherë kur zvogëlohen nevojat e sigurisë, masa më e ashpër duhet të zaventohet me një masë më të butë. Në procedurën paraprake, masë më të ashpër se paraburgimi nuk ka. Prandaj, me zhvillimin dinamik të procedurës, është dashur që edhe kjo masë të zaventohet me ndonjë masë që është më e butë, siç është për shembull arresti shtëpiak me gjitha këto kufizime që i ka propozuar edhe vetë mbrojtja, dhe thjesht të zbatohet ky parim, i cili është gjithsesi i pranuar në të drejtën ndërkombëtare. Mirë po ja që gjykata me këmbgulsi nuk po e zbaton këtë parim, nga se tash pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë, nevojat e sigurisë janë zbutur jashtëzakonisht shumë, dhe përjedhoi edhe masa e sigurisë është dashur që të zbutet. Dhe si e cilësoni këtë çështjen e policisë në këtë rast, dhomat e specializuara nuk është se po i besojnë forcave të rendit Kosovës që mund ta zbatojnë masën që të ketë siguri të plotë për 3 të akuzuarit. A është policia jone denjë për ta realizuar këtë masë? Po edhe këtu dhomat e specializuara po veprojnë me standarde të dyfishta. Sepse ne kemi pa që në gjitha operacionet e zhvilluara nga dhomat e specializuara, policia e Kosovës është angazhuar. Pra, atëherë kur operacioneve të dhomave specializuar i ka vy, do të thotë, policia e Kosovës, atëherë ata i kanë kërkuar shërbimet e policisë Kosovës. Ndërsa tani, kur policia e Kosovës po garanton se do t'i zbatojë gjitha ato kufizimet të cilat mund të imponohen me vendimin e gjykatës, tash po thotë se nuk po i beson policisë së Kosovës. Pra, është më së e qartë se dhomat e specializuara në këtë rast po veprojnë me standarde të dyfishta, pra atëherë kur po kanë nevojë për shërbimet policisë Kosovës, po i besojnë policisë Kosovës. Po kur kjo po duhet të interpretohet favor të pandehurve, atëherë nuk po i besojnë. Pse ka nevojë të veprojnë me standarde të dyfishta, siç e thoni ju? Po fakti se po veprojnë me standarde të dyfishta është evident. Në gjitha bastisjet në cilat unë kam marrë pjesë, personalisht gjykata speciale ka kërkuar shërbimin e policisë së Kosovës. Dhe gjithë opinioni e ka pasur se policia e Kosovës ka qenë prezent. Dhe kjo nuk do mend se ata i kanë shfrytzuar shërbimet e policisë së Kosovës. Dhe tani, kur policia e Kosovës po jep garanci për zbatimin e kufizimeve që mund të imponohen nga dhomat e specializuara për mbarvajtjen e arrestit shtëpiak, tani dhomat e specializuara nuk po i besojnë policisë së Kosovës. Pra kjo është standardi dyfish, pse është kështu? Me siguri dhomat e specializuara mund të japin shpjegime, mirë po për mua është jashtëzakonisht e paqartë. Çfarë garancie jep në këtë rast policia e Kosovës për ta realizuar